Ja sa herë në javë duhet të lahemi. Në varësi të llojit të flokëve dhe llojit të lëkurës, disa mund të këshillojnë që të bëni dush çdo ditë, pasi i bën mirë lëkurës, ose në të kundërt, nëse lëkura juaj është tepër e ndjeshme. Të bëri dush më shumë se ç'duhet mund të shkaktojë efekte negative te flokët, siç mund të jetë dëmtimi i majave, ndërsa përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike mund të grumbullojë gradualisht një tepritje kimikatësh të dëmshme. Sipas një sondazhi të realizuar vitin e shkuar, 4 në 5 femra nuk lahen çdo ditë, ndërsa një pjesë e tyre mund të qëndrojnë edhe më shumë se 3 ditë pa bërë dush. Një tjetër studim i realizuar nga shkencëtarët e Universitetit të Manchesterit, Edimburgut dhe Lancaster në Southampton dolën në përfundimin se 3/4 e të intervistuarve bënin dush të paktën një herë në ditë. Ekspertët këshillojnë që të laheni të paktën çdo ditë nëse merreni me aktivitete fizike dhe të trupi ju djersit. Në të kundërt, një herë në 2 ditë është më se e këshillueshme gjatë dimrit dhe çdo ditë gjatë verës.